Si ndodhe që ekipi basketbollit e Cementistit hyn ligën e parë? Ndodhi ka njëra që me ndojit. është interesante. Pa të investu usajdi Amerikan në atë kohë me një fush sportive të betonit aty në fshat. Pastaj vullneti i trive, edhe më kujtohet shumë interesant, ato pjesë të koshave, ato pjesë metalike të koshave, kemi shku me kërkali, kemi marrë në Prizren. Qa që ka qenë vullneti i madhë. Edhe lindi ideja, a bëjmë një grupë basketbolli, një ekip basketbolli. Shumë interesant se pjesa e jo në fshati, sidomos njët për djemë të zhvillum, djemë në masi bukur të lartë. Edhe në ndërkohë pastaj, po ditë në atë kohë, ka qenë vitet e 95-ta, gjende jo e letë, gjende jo e mirë, dhe filloj, ishte një garë për u majtë në Gjakov, për pjesëmarrje, pastaj ligën, Superligën, më ligën e Kosovës. Edhe ne patëm fatin atë kohë të takohemi me Gjakovën, e fituam, pastaj Dugazhinin e mujtë i mirë, po me gjithat hinëm ligë të parë. Edhe është histori basketbolli që si fshat, dhe me thonë, për herë të parë ka ndodhur si basketbollit ta kemi një ekip basketbollit. E kemi pas trajnerët në Djerin Afrim Berishan, ka punu në stacion të autobusëve, tërsa na fshatarë, djemë fshatit. I zhvillum disa lojë, ma shumë homo pëse sa fitum, me gjithatë. Ishte mirë, po ishte sfidë, sepse lojët i zhvillojnë në Bellenis, në sallën e basketbollit atje, herë shkoni me traktor, herë në kom, ka qenë mirë, ka qenë shumë interesant.